Vjera, tak duhet me mshelkojnë. Aman, mos hini jetë bashkërtore nëse nuk dini me respektu rrethin që i një shku. Vjeri ka absolutisht vlerat e veta. Nuk keni ju të thirun me ju përbalu aty në qka ta thojnë e qka stojnë. Mësonu me respektu. Nëse respektohni, absolutisht ka me qenë mirë. Jo me ardhë reja, me detyrat e sajna, me hiret e sajna, nëse ashtu bon, absolutisht nuk ka me pas ven as të burri, as të nana. Prandej, keni kujdes kur të hini një bashkërtore. Une nuk po muna një fmita me eduku, jo po edukoj fmin që më ka ardhë, i gacëm këtu të une. Prandej, une duhet pak më tërhjek. Por, ndoshta krejtë si une s'janë. E aty konfliktet, shqiqoni se aty lindin konfliktet. Po, me që jemi të kjo temë dhe aty lindin konfliktet, sa e vështirë është për një anë dhe sa ngarkesa, themi kështu emocionale, mund të ketë ajo nga këto situata, sepse në anën tjetër duhet t'i kry punë të shtëpis, duhet kujdeset për fëmijët, por në anën tjetër duhet edhe ta menaxhoj këtë situatën që çdo kush ka një këshill, çdo kush ka një koment. Për vajzat e reja, ndoshta për nuset e reja, nënat e reja që po na dëgjojnë që dinë edhe ato se si ta balancojnë këtë gjendje. Nëse një nanë moderne, po e zamë, ka hi një bashkërtore dhe jeton me prind. Me prind e burrit. Vjera, tak duhet me mshelkojnë. Pse? Pse ty nuk ta qetë me një tre më balafaqu në problemet sajna. Prandej tërhiqnu. Nëse tërhiqni edhe nusën e konsideroni si që është qenje e tjetër kuj, është edukati tjetër kuj. Une nuk muna me hy aty. Une